Unë jam shqiptar nga Ukrajina, nga një fshat, Karakurt. Një histori emocionuese që lidh prejardhjen, gjuhën dhe traditën shqiptare pas më shumë se 4 shekujsh vjen nga Pogradeci. Një çift bashkëshortës shqiptar nga Ukraina, Kiriano dhe Mihail Siupur, me origjinë nga fshati Karakurti i rajonit të Odesës, kanë vizituar qytetin që sipas së dyesve lidhet me rrënjët e të parëve të tyre, duke sjellë me vete gjuhën arbërore, emocionet dhe krenarim për identitetin shqiptar. Të parët e tyre u larguan në shekullin e 16 fillimisht drejt Bullgarisë dhe më pas u vendosën në Ukrainë. Bashkëshortët shprehen të emocionuar duke folur vazhdimisht në gjuhën arbërore dhe duke mbajtur me vete një portret të Gjergj Kastriot Skënderbeut. Shqiptarët dulni nga Korç dhe nga Pogradec. Ato dulni ishin këtu turkët dhe ato iknë nga Shqipëria, Bullgaria. Rojqin 200 vit. Pastaj nga Bullgaria iknë një Ukrainët. 200 vit. Ma një vend u bë 400 vit. Dhe na flasim Shqip. Dhe të shi hapnë një Karakurtit shkollë. Shqip. Dinë Shqip të gjithë, dinë. Nga mshati dun të vinë. Ma të sheti ka luftë dhe nuk e kështë dali puna. Na dume to të vinë dhe to dunë. I bukur malirtë të bukur janë. Studiuesi Ledian Ziqollari thot se ky komunitet është i njëjtë si arbëreshët e Italisë dhe mjaft interesant është fakti se ende pas kaq shumë vitesh ata trashëgojnë kulturën dhe gjuhën e vjetër shqipe. Shqiptarët e Ukrainës njihen si komunitet, pasi është një komunitet i cili ka rreth 400 vite që jeton sidomos në zonën e Odesës dhe janë kryesisht nga Shqipëria juglindore, nga zona e Pogradecit dhe e Korçës. Aso kohë u larguan gjatë pushtimit turk, por me ndihmën edhe të carit rus u strehuan në zonën e Karakurtit. Është një komunitet i cili ka ruajtur traditën, kulturën, por edhe gjuhën shqiptare. Pavarësisht se sot jetojnë në Londër pas largimit nga Ukraina për shkak të luftës, bashkëshortët thonë se duan që t'i tregojnë shqiptarëve të tjerë në Karakurt për vendin e origjinës në mënyrë që ta vizitojnë së shpejti.